Shari. A u kështë përdor, a pati tentim për të kështë përdor familja e Shari për çështjen e presidentit? Unë mendoj se bashkëbisedimi për këtë temë me familjarët, me familjen e Asharit do duhet bëhej më herët dhe do duhet ishte më i matur. Për fat keq edhe një pjesë e medjave i ka dhënë kontribut një lloj përplasje pa nevojshme, sepse kanë lakuar edhe deklaratën e zotit Kurti. Jo, e kanë fjalën se kanë lakuar edhe deklaratën e Glauku Njusës, ministrit të ai nuk lakoi emra me sa. Nuk lakoi emra, po tha do të ishte konsensus shoqëror. Po. President nga familja e Asharit. Në një intervistë në një studio televizive pa të thënë edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Bedri Hamza, që përjashtim bën aludimi ishte qartë për familje, që një kandidatur prej saj do të ishte i pranueshëm për Partinë Demokratike. Dhe natyrisht edhe për parti tjera. Kjo shërbej si indici me pas nga vendosja? Unë kam përshtypjen se e kanë marrë paksa me të shpejt si çështje të kryer. Dhe këtu është gabimi taktik, që pastaj ndërhyrjet e medjave për ta intervistuar Murati Asharin. S'është ndërhyrje, është të jetë profesionale, zoti Ramabaja. Po, ata kanë kryer detyrën e vetë profesionale. Për gëzime madje. Por çështja është se e ka pamundsuar ndoshta ardhjen në krye të Republikës të njërit prej pjesëtarëve të familjes Ashari. Ngjashëm pak a shumë kam përshtypjen se u bë gabim sikur në vitin 2011 me figurën e Adem Demaçit. Gabimi atëherë i kujt ishte? Atëherë unë kam informacione të qarta se ka qenë gabimi PDK-s, sepse nuk e kanë nënshkruar deputetët kandidaturën e Adem Demaçit, por e kanë keq përdor figurën e tij. E këtë rast? Të familjes Kësaj radhe në gabim kështë përdorur emrin nga vendosja? Jo, kësaj radhe në gabim kanë rënë gati thujse që të gjithë. Sepse paraprakisht që të gjithë kanë shpreh një lloj gatishmërie për një kandidatur nga familja, por kanë lakuar emra të ndryshëm. Dhe duket që këtu, për pikpamjen time, është gabimi. Megjithatë, deklarata e Muratit ishte e qartë, e prerë në shërbim të mbrojtjes moralit publik të familjes së tij dhe kontributit kombëtar që ka. Dhe mendoj që mirë ka bërë.